ditë e veçantë që shënon përfundimin e një kapitulli të rëndësishëm për ne dhe fillimin e një rruge të re plot ëmbra. Në fakt, jam menduar se çfarë duhet të them sot, se është e vështirë të përmbledhen 12 vite në shumë pak çaste, por sot duket sikur koha ka ndaluar. Vetëm për pak çaste, sa ne ta shikojmë njëri tjetrin, jo më vetëm si nxënës të njëjtës klasë, por si persona që jemi rritur bashkë pa e kuptuar. Sot nuk mbaron vetëm shkolla për ne, por po mbaron periudha e jetës ku pa e ditur jetuar për lidhshmërinë tonë, që një ditë ta quajmë periudha më e bukur. Ne kemi qenë dëshmitar të versioneve më të papjekura, më qesharake dhe më të sinqerta të njëri tjetrit. Kemi parë ëndra të lindin pas siguri dhe njerëz të ndryshojnë. Kjo është arsyeja pse kjo ditë është akoma dhe më e veçantë për ne. Shpresoj t'ja kalojmë sa më bukur këtë ditë dhe të mbajmë kujtime të paharrueshme nga ky moment i veçantë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, kam kënaqësi të lexoj certifikatat e diplomimit. Certifikat për Aslanin e klasës i jepet Ernestos, një shpirt i bukur bujar që sjell gjithmonë të qeshuar dhe dritë në jetën e gjithë secilit prej nesh. Certifikat për personin më të dashur të klasës i jepet Elizonit për respektin dhe dashurinë që mori nga të gjithë. Certifikat për Always Ready i jepet Leonës, sepse gjithmonë duket sikur po shkonte në event. Certifikat për vajzat që i dha ngjyra klasës i jepet Xhesit për energjinë atmosferë që sillte kudo. Certifikat për princeshën e Zyshës i jepet Kleas, ka vit pas për përgjigje modele dhe buzëqeshje. Certifikat për përkushtimin më të madh dhe presidentes i jepet Elinës për punën, durimin dhe praktikën gjatë gjithë viteve shkollare. Certifikat për shpirtin më social i jepet Emilianos për aftësi për të bërë shok me vëdo. Certifikat për bukuroshin e klasës i jepet Esmeraldës për sharmin e zollues në klasë dhe fjalit karakteristike të një blondine. Certifikat për datën e klasës i jepet Wendy për përgjithësisht e jeshtë dhe përgjithësitë e marra për kushte për të qanë. Suksese Wendy. Certifikat për sy bukur e klasës i jepet Katrinës. Sy që i flasin në çdo situatë dhe dashuria që të sjell ndihet kudo. Certifikat për dhelpërën e klasës i jepet Aleksandri. Nuk ka të kurrë. Me që Anida i lexon të gjithëve, unë kam deri t'ja lexoj Anidës. Kjo certifikat i jepet shpirtin më tolerant klasës, i jepet Anidës. Për përkylën tolerante që ka treguar tolerancën në mënyrën e saj, shumë veçantë dhe personin që s'do të kishte kuptim kur klasa. Certifikat për të turpshme në klasës i jepet Meritës. Një frazë e cila përfundon me një buzëqeshje dhe një zbushje në fytyrë. Suksese! Certifikat për lupenin e klasës. Suksese! Certifikat për shpirtin më artistik i jepet Irsonës për kreativitetin dhe talentin që e bën të unike.
Certifikat për zemër më të mirë I jepet Aidës për mirësinë dhe kujdesin ndaj të gjithëve. Certifikat për buzëqeshjen më të bukur I jepet Suadës për pozitivitetin e energjisë që përçon në çdo ditë. Certifikat për personin më të respektuar të klasës I jepet Valbonës për sjelljen, edukatën dhe respektin ndaj të gjithëve. Certifikat për personin më të paharrueshëm I jepet Adit për personalitetin dhe kujtimet që do të mbetet gjithmonë me ne. Suksese. Certifikat për francezën në klasë I jepet Arbionës. Tek ti dhe Agnieszka flesin se thëmi mikët e tua gjithmonë një mesazh gati. Certifikat për modelin e klasës I jepet Besardës, një model e bukur që sjell për herë humor pa munduar fare. Certifikat për intelektualin e klasës I jepet Noelit. Ti përgjigje kur pyetja s'është bërë ende, dhe shkruaj mësuesit të mendojnë. Certifikat për gjumashën e klasës I jepet Silvanës. Kur ulen mbrapa aktivizon një syll mod ose ai gjumë ka Certifikat për benzinën e klasës I jepet Angelinës. Nisëm me shpejt si benzina. Certifikat për qakëzetit e klasës I jepet Mateos. Nuk ka pauzë. Certifikat për hafazanin e klasës I jepet Ledionit. Për biseda pa fund në momentet çdo sekond. Certifikat për me stilin I jepet Gjenit. Për stilin unik, kombinime perfekte dhe prezencë që vite gjithmonë në sy. Certifikat për shpirtin më pozitiv në klasët I jepet Alesias. Energjinë e mirë dhe buzëqeshjen që skritet çdo ditë. Certifikat për urdhën e klasës I jepet Gjesardës. Për vajzë që nuk ishin nevojë të tërhiqte vëmendje, korrekcia jote fliste vetë. Suksese. Faleminderit të gjithëve. Në rrugët e gjata të jetës, njeriu takon shumë njerëz, por disa prej tyre bëhen dritë që na ndriçon në hapat tonë. Sot dua të ndalem me zemër prop minjoje për mësuesit kujdestare, drejtoreshën dhe prindrit tanë, ata që kanë qenë si yje udhëzues në rrugën e ëndrave tona. Mësuesit kujdestar kanë qenë si pranvera pas drimit e gjatë, duke sjellë ngrohtësi, dije dhe buzëqeshje në çdo ditë shkollore. Fjalët e tyre kanë qenë si rrezit e diellit që depërtojnë në zemrën tonë, ndërsa durimi I tyre I pafund ka ngjallur tek ne besimin të cilin ne eci përpara. Ato nuk kanë menduar dhe mësuar vetëm shkruajtjen e librave, por dhe alfabetin e jetës, respektin, përkushtimin dhe mirësinë. Në çdo këshillën e tyre kanë qenë si një farë mbjell në tokë në shpirtin tonë, që me kalimin e kohës do të vlerësojmë në pemën tonë të ëndrave. Pa që rëndësishme është drejtoresha jonë, e cila ka qenë si një kapitene një anije që drejton me urtësi udhëtimin tonë drejt dijes. Me përkushtim dhe shembullin e saj, ajo ka krijuar një vartë ku secili ndihet I vlerësuar dhe I motivuar. Fytyra e saj I shetë dhe fjalët dhe mençura kanë qenë shpesh si një portë sigurie në dritën ku lodhja apo pasiguria në trokasën në zemër. Por mbi të gjitha falënderimi më I madh I shkon prindve tanë, rrënja e fortë të pemës son, ata kanë sakrifikuar ëndrat e tyre dhe të ndërtuar ardhmen tonë. Duart të lodhura kanë qenë sigura që kanë ndriçuar drejt suksesit. Dashuria e tyre si deti, e pafundme e thellë dhe gjithmonë pranë nesh. Çdo hap të jetës tonë kemi bjerë mbështetjen e tyre si njerë e butë që shtuhen velat dhe shpresës përpara. Sot, me zemër, të përshëplot me respekt dhe mirënjohje, themi një faleminderit që ndoshta nuk mjafton për të shprehur gjithçka që ndjejmë, faleminderit për durimin, sakrificat, këshillat dhe dashurinë. Ju jeni arsyeja pse ne guxojmë të ëndrrojmë dhe të besojmë se ardhmja mund të jetë e dritur si një ankim pas një natë të errët. Faleminderit.
Të dashur prindër, mësues dhe nxënës të shkollës së bashkuar së mesme qenë sektor. Ndërsa festa jonë po shkon drejt fundit, dua t'ju falenderoj të gjithëve që e keni bërë të mbrëmje të paharrueshme. Sot festuam jo vetëm diplomimin ton, por dhe kujtime, sakrificat dhe sukseset që kemi ndarë bashkë gjatë këtyre viteve. Le ta ruajmë gjithmonë këtë emocion dhe këto kujtime në zemrat tona, ndërsa secili nis një rrugtim të re drejt ëndrave dhe shëndimeve të veta. Ju falenderoj të gjithëve, shumë suksese, lumturi dhe një të ardhme sa më të ndritur. Ju falenderoj nga zemra që ishit të pranishëm sot këtu me ne. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world. You can beat the world. Got the black belt banging on his love. You can throw your hands up. You can beat the clock. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a master. You can wake the luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame. Politicians be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions.